Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk peshk me patate krokante. Peshkun e kemi skuqur, në këtë video do t'ju mësoj se si ta skuqni peshkun dhe mos të bëhet tym në shtëpi. Gjithashtu peshku mos na digjet dhe mos na ngjitet. Kemi gjithashtu një supë me thjerza dhe në këtë menu kam pasur si ëmbëlsirë ballokumet. Peshku me këtë metodë që do t'u mësoj në këtë video nuk coptohet, pra nuk deformohet gjatë skuqjes. Gjithashtu nuk bëhet tym, pra nuk digjet ose nuk na vjen erë shtëpia. Le të fillojmë nga puna. Për supën me thjerza do të përdorim një kokër qep, një patate, një karrotë dhe një gotë me thjerza. Kjo supë është shumë e thjeshtë, për 15 minuta e keni gati. Të gjitha produktet i presim në copëza të vogla dhe i shtojmë në tenxhere me presion. Thjerzat para se t'i shtoni duhet që t'i keni larë mirë derisa të nxjerrin ujë të kulluar sepse thjerzat shkumojnë. E rregullojmë me krip, i shtojmë dhe 3 lugë vaj dhe pak salcë. Nëse keni dëshirë si supë, mund ta përgatisni dhe duke e kaurdisur qepën, pastaj t'i shtoni produktet e tjera, t'i rretulloni 1-2 herë dhe pastaj t'i shtoni ujin. Por unë kur e kam punën me shpejtësi, shpesh herë e përgatis dhe pa i kaurdisur fare, pa i skuqur, i fus direkt të gjitha produktet në një tenxhere me presion dhe për 15 minuta supa është gati. Pra, pasi t'i mbyllim kapakun e presionimit, kur të filloj të lëshoj atë zhurmën që po presionon, do të numërojmë vetëm 15 minuta dhe supa është gati. Patatet i kam prerë në copëza të mëdha sepse patatet do t'i kalojmë në një proces që quhet një zierje shumë e lehtë për t'i bërë atë pjesën sipërfaqen e jashtme si të grimcuar dhe kur t'i pjekim në furrë do të bëhen krokante. Pra, pasi i kemi prerë në këtë mënyrë në një tenxhere ku kemi ujë të nxehtë të vluar, do të shtojmë pak sodë buke. Pra, një gjysmë luge me sodë buke, lugë të vogël, lugë ëmbëlsirash, dhe shtojmë patatet në këtë ujë. Kuptohet që në fillim edhe pse uji është duke zier, ato nuk marrin val direkt të dashur miq, sepse patatja e ftof ujin. Do t'i vendosim kapakun dhe do i lëm derisa të marrë val, pra sa të filloj uji të ziej, vetëm aq, pastaj do t'i kullojmë. Siç duket dhe në video, patatet janë kulluar nga uji, unë i kam shtuar një thelpi hudhër të grirë dhe erëzat e preferuara. Gjithashtu i kam shtuar dhe pak gjalp, pothuajse një lugë gjalp, që të bëhen sa më të shijshme dhe të gjithë këtë mas, pra me erëza, gjalp dhe patate, e trazojmë në tenxhere ku e kemi. Patatet nuk do të prishen të dashur miq sepse nuk është se kanë zier plotësisht, thjesht sipërfaqja do të bëhet si e grimcuar dhe kjo bën që kur t'i hedhim në tepsinë e furrës, patatet nga pjesa e jashtme të bëhen si krokante. Pra, si që shikoni, masën jam duke e rregulluar me rigon dhe piper të kuq. E trazojmë si tregohet në video dhe sipërfaqja e tyre do të bëhet kështu si e grimcuar të dashur miq. Pra, ato pjesa e sipërme do të bëhet kështu si pure. E kam rregulluar gjithashtu dhe me krip dhe për sipër i kam shtuar shumë pak vaj. E kam spërkatur me vaj dhe e kam futur në furrë me 230 gradë derisa përsipër të marrin një ngjyrë në këtë kuqëremt, pra të bëhen krokante. Për gati 30 minuta ose 40 minuta janë gati. Supa ndërkohë është gati, si që shikoni e kam fruluar. Pas frulimit do ta lëm një 5 minuta të marrë val edhe pasi është fruluar, dhe pastaj do t'i përgatisim pak gjalp të shkrirë për ta servirur përsipër. Tani kemi ardhur në pikën kryesore se si do ta skuqim peshkun. Gjëja kryesore të dashur miq është mielli i misrit. Peshku skuqet vetëm me miell misri dhe jo me miell gruri, sepse mielli i grurit
në vaj digjet shumë më shpejt se mielli i misrit. Nëse do ta provoni, do ta kuptoni që ka vërtet ndryshim. Mielli i misrit nuk digjet për një herë, të dashur miq, gjithashtu nuk bën tym kur e hidhni në vajin e nxehtë për ta skuqur. Dua t'ju them, nëse do të përgatisni peshk salmon, siç e kam dhe unë, që është pak i trash në feta, e mira e të mirave është që gradacionin e skuqjes ta mbani në të mesëm ose pak më të ulët dhe se i mesmi, që peshku të skuqet si duhet, me që feta është e trash. Nëse do ta mbani shumë të lartë gradacionin, do të skuqet direkt pjesa e jashtme dhe nuk do të bëhet brenda. Megjithatë, keni parasysh që mielli i misrit, nga që duron goxha nxehtësinë, nuk merr ngjyrë për një herë. Do ta shikoni, nëse do ta provoni, do ta shikoni që skuqjet e peshkut me miell misri nuk marrin ngjyrë për një herë, gjithashtu ruajnë shumë mirë formën e peshkut. Kur ngjyhet në miell misri, peshku nuk shpërbëhet, pra nuk coptohet në tigan, por rri kështu si kallëp, siç e shikoni. Për shembull, peshku salmon është një peshk goxha delikat, sepse kur e vë për shembull me miell gruri apo me çfarë do lloj mielli, rrezikon që të coptohet gjatë skuqjes, por me miell misri, siç e shikoni, rri kështu si kallëp. Dhe kështu rri çdo lloj peshku, të dashur miq. Nëse keni edhe sardele apo nga ai peshku roz ose si kuq, ai është goxha delikat dhe ai coptohet gjatë skuqjes. Pra keni parasysh që peshkun gjithmonë ta skuqni me miell misri, do të bëj goxha diferencë dhe në kuzhinë nuk do të keni tym, nuk do të keni erë që është skuqur peshk në shtëpi, dhe vaj nuk do të digjet. Pra vaj ku i skuqim peshkun nuk do të digjet, nuk do të krijoj tym, nuk do të krijoj erë. Unë e kam rretulluar peshkun një 2 herë, pra e kam lënë për 3-4 minuta në një anë, pastaj 3-4 minuta në anën tjetër, derisa ka marrë një ngjyrë pak në të kuqërremt dhe atëherë është gati. Siç e shikoni, fetat e peshkut rrinë të plota, nuk prishen, këtë e bën mielli i misrit. Me miell misri gjithashtu dhe nuk ngjitet në çfarë do lloj tigani që të keni. Kjo ishte, pra të dashur miq, dhe receta për sot. Unë e kam serviruar me këto patatet krokante që janë shumë të mira, fëmijët e mi preferojnë jashtëmase. Kam përgatitur gjithashtu një sallatë dhe supën me thjerza. Kjo ishte dhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse e provoni, mund të më shkruani në komentet më poshtë se si ju rezultoi skuqja e peshkut me miell misri. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.